përshëndetje dhe mirë se vini në programin tuaj të preferuar në pritje të Miss Universe Albania and Kosova 2024. Të jemi edhe sot bashkë me prapaskena dhe emocionet e miseve tona. Një ditë me vajzat e Miss Universe Albania and Kosova në resortin më të madh në vend, Grand Blue Papa. Si rrihet një ditë e zakonshme e tyre që nga mëngjesi, prova të relaksi apo ushtrimi i disa pasioneve. Kamera joni ndjek ato në lifestyle-in e tyre brenda një resorti që ofron gjithçka. Të zjerës këtu me këtë pamjen që të ofron kjo balkoni është një mrekulli. Deti dhe dielli t'i japin dëshirën dhe adrenalinën të fillosh ditën sa më shpejt te Grand Blue Papa. Fundjavat na gjen gjithmonë te Grand Blue Papa. Tashmë jemi duke shijuar mëngjesin, një mëngjes i bollshëm, tepër i shëndetshëm, ashtu siç edhe Nena Kahia, bashkë me vajzat më të bukura të Miss Universe-it. Përveç se është një mëngjes shumë i shëndetshëm, është më se i bollshëm për ne që gjatë gjithë ditës jemi të mbushura me aktivitete, me palestër, xhirime etj. Kështu që vajza u sheheni mirë edhe gati për energji për sot. Te Grand Blue Papa ndodhet edhe një palestër pajisur më së miri, ku vajzat tona dhe çdo fushues tjetër mund ta frekuentojnë në çdo orar të ditës për të mbajtur trupin në formë apo për të mos u shkëputur nga rutina e palestrës dhe kur je me pushim. Mirëqenia e trupit gjen vend edhe në spanë e hotelit, ku ka një pishinë dimrore, sauna, hamam, dhomë relaksit, dhoma e kripës e të tjerë. Në këtë oazë gjendet edhe një dhomë intime me një jacuzzi sensual, ideal për çiftet që duan më shumë privatësi. Le të ndjekim tani miset tona duke u relaksuar në span e Grand Blue Papa Resort.
Ka Farezor, ndodhet edhe një pishinë dimrore, tu qenë ka shumë bukur, dhe tani do shkoj të lahem. Pas një ditë të lodhshme, setet, provat, po mirë fotot të lënë bukur. Po nuk e kishim të vëshë një moment relaksi. Wow! Francesca, a i djeti që kjo dhoma është shumë e mirë për lëkurën, alergjit, sistemin imunitar, antistesi? Tu edhe futagen, edhe këto i gjen. Tu jenë paparesor Që nga magnitëse. Një jacuzzi privat dhe një dhomë masazhi vetëm për çifte këtu te Papa. Le ta shijojmë. S'kishte qenë ndonjëherë në Ama, më qenë ka shumë qetë, shumë relax, shumë bukur.